Gjergj Kastrioti të lind, thot për së dyti do ishte mrekulli. Në këtë dynja, të gjithë, vetëm një herë është mundësia me jetu dhe me shfrytzu. Kjo jetë është një shans që Zoti i gjithësisë ja jep robërve të tij. Lumë për atë që e shfrytëzon këtë jetë. Lumë për atë që e shfrytëzon jetën e tij. Sepse kuptohet prej një hadithit profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, se thot shfrytëzoj 5 gjëra para 5 të tjerave dhe përmend ndërto jetën tënde para vdekjes. Kjo jetë është shans, është mundësi. Është mundësi me shfrytëzu me punë të mira, me shfrytëzu me adhuru të madhin Zot. Dhe unë të ftoj ty, por edhe çdo njërin, që ta shfrytëzojmë këtë jetë, ta adhurojmë Zotin e gjithësisë një të vetëm. Sepse vjen në një hadith profetit alayhis salam se kush fjala e tij e fundit është la ilaha illallah, hyn në xhenet. Kështu kuptohet prej hadithit. Prandaj unë të ftoj ty dhe çdo njërin që e shikon dhe e dëgjon pra këtë video, të thot la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, që do të thot nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, Muhammedi është i dërguar i tij. Ta themi këtë fjalë me bindje të plot se ka botë tjetër, se ka xhenet, se ka xhehenem, të hyjmë xhenet.